Eku çudit botën, mandarinat shërojnë në këto 4 sëmundje, ja kush duhet i konsumojë menjëherë. Shumë njerëz janë të vetëdijshëm për përfitimet e ngrënies së mandarinave, por shumë pak e kuptojnë vlerën e saj të lartë ushqyese në mbrojtjen e organizmit. Mandarinat janë të mbushura me antioksidantë që ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira përgjegjëse për formimin e komplikacioneve dhe plakjen e parakohshme. Ato janë një burim i shkëlqyer i vitaminës A dhe vitaminës C, si hekuri, kaliumi, folati, fibrave dhe flavonoideve. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i këtij fruti gjatë sezonit të vjeshtës dhe të dimrit, dhe cilat janë përfitimet dhe vetit për shëndetin. Mandarinat mbështesin shëndetin tretës. Karakteristikat antioksiduese, pa fibër dhe gluten në një mandarine bëjnë atë një frut të tretshëm, lehtë. Konsumi në mënyrë të rregullt mund të ndihmojë në kalimin e kapsllëkut, gjithashtu edhe problemeve tuaja të fryrjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato inkurajojnë detoksin. Si të gjitha frutat e tjera agrume, mandarinat kanë në natyrë shumë alkaline, gjë që e bën një frut shumë detoksifikues. Karakteristika alkaline në këtë frut mund të ndihmojë në pastrimin e trupit nga toksinat e grumbulluara. Mandarinat ofrojnë një mbështetje më të mirë të zemrës. Mandarinat janë një ushqim i shëndetshëm i zemrës. Flavonoidet dhe përbërjet antioksiduese ndihmojnë për të shpejtuar qarkullimin dhe për të mbajtur arteriet të pastra nga pllakat e dëmshme. Ulin stresin në mënyrë natyrale. Mandarinat mund të ndihmojnë në parandalimin e ndjenjave negative të stresit dhe të ankthit, duke prodhuar neurotransmetues që ndihmojnë në qetësimin e nervave dhe inkurajojnë një gjendje të mirë shpirtërore të vazhdueshme. Ndaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj sigurisht do të favorizojë edhe përmirësimin e organizmit. Mandarinat janë agent të pastrimit të gjakut dhe përdoren gjërësisht si pastrues. Janë të njohura për ndihmën në nxjerrjen e substancave toksike të padëshirueshme nga trupi, të tilla si acidi urinës, kriprat shtesë, ndocit dhe uji i tepërt. Është e njohur gjithashtu për rritjen e kapacitetit të trupit, për mbajtjen e oksigjenit në qelizat e kuqe të gjakut dhe ndihmuar në pastrimin e tij. Mandarinat janë një aleat i mirë i shëndetit të trurit. Mandarinat janë efektive për këtë efekt zbutës për nervat dhe përdoren edhe për të zbutur ethet. Kjo lehtëson të gjitha llojet e inflamacioneve. Përdoret si një mjet qetësues kundër etheve, helmeve, reaksioneve të stresit, alergjike dhe më shumë. Mandarinat janë të njohura për tonifikimin e sistemit nervor dhe ndihmojnë për një qëndrim më aktiv gjatë ditës. Ato janë një frut shumë i mirë kundër depresionit. Mandarinat janë të njohura edhe për qetësimin e personave me depresion, duke qetësuar zemërimin. Janë të njohura për qetësimin e stomakut, si dhe ndihmojnë për të mbajtur atë në një gjendje më të mirë. Mandarinat janë të mira për tretje. Mandarinat ndihmojnë në rrjedhjen e dur të lëngjeve, duke ndihmuar në tretjen e ushqimit. Mbajnë ekuilibrin e drejtë midis acidit dhe shtojnë edhe një përmirësim të mirë të organizmit. Mandarinat janë favorizuese të gjëra si tonifikuese të funksioneve të duhura të trupit, metabolizmit dhe ndihmojnë edhe në thithjen e ushqyesve, duke tonifikuar mëlçin, stomakun dhe zorrët. Ato ndihmojnë në rritjen dhe zhvillimin, gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të enzimeve. Mandarinat do të përmirësojnë sistemin imunitar. Ato gjithashtu nxisin sistemin imunitar dhe e mbajnë atë larg nga infeksionet. Mandarinat kanë cilësi natyrore antiseptike dhe bëjnë të mundur mbrojtjen e trupit nga bakteri përgjegjëse për përhapjen septike tek njeriu. Vaji i mandarinës gjithashtu mund të përdoret edhe për rritjen e imunitetit. Mandarinat janë të mira për muskujt. Mandarinat kanë efekte lehtësuese për trupin nga spazmat dhe nga dhimbjet. Spazmat shpesh ndikojnë më shumë se muskujt e trupit dhe janë të njohur në ndikimin në sistemin të frymëmarrjes, në sistemin e tretjes dhe në sistemin nervor. Mandarinat kanë efekte qetësuese në nerva dhe besohet se çlodhin sistemin organik. Janë të mira kundër artritit. Mandarinat janë përdorur së fundmi në trajtime mjekësore kundër sëmundjeve të lëkurës dhe të artritit. Gjithashtu me konsumin e mandarinave bëhet më e mirë përthithja e ekurit nga ushqimet të ndryshme. Ato janë aleate e mirë e bukurisë. Mandarinat janë një burim i mirë i vitaminës A, ndaj nëse vuani nga ndonjë problem i lëkurës, të tilla si puçrat, fytyra me probleme të akneve, rekomandohet konsumi i këtij fruti dhe aplikimi i produkteve që janë derivate të kësaj vitamine.
Prandaj mandarinat mund të jenë aleate të mira në trajtimin e këtyre problemeve të lëkurës. Kur është fjala për shëndetin e problemeve të dëmshme të lëkurës, vitamina A është e domosdoshme për to, pasi ndihmon lëkurën të rindërtoj indet. Nëse ju dëshironi të kontrolloni ose të hiqni çdo shenjë të plakjes, sikurse janë edhe rrudha dhe probleme të tjera, vitamina A është e pranishme te mandarinat dhe ka prova të jetë e mirë edhe kundër problemeve të plakjes. Mandarinat janë një nga agrumet më të njohura për shkak të aromës së fortë dhe të ëmbël që mbartin. Ato janë të shijshme dhe mund të pëlqejnë edhe gjatë sezonit të dimrit. Dhe tani që jemi në përfitimet e këtij fruti, ju mund t'i blini ato patjetër për të përfituar vlerat e tyre të mëdha. Ashtu si të gjitha agrumet, mandarinat kanë një bollëk të vitaminës C. Ato gjithashtu kanë në sasi të moderuar të vitaminës A dhe për 100 gram mandarina, ju do të siguroni afërsisht 14% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës A. Gjithashtu, përfitimet shëndetësore që do të merrni prej tyre do të jenë të larta edhe në rritjen e vlerave të shëndetit, gjithashtu edhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Mandarinat ndihmojnë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Mandarinat mund t'ju ndihmojnë në humbjen e kilogramëve, në saj të fibrave që ato posedojnë, të cilat u largojnë urinë, plus vitaminat që gjenden te mandarinat pengojnë prodhimin e kortizolit, i cili është hormoni i stresit dhe që drejt për drejt ndikon në trupin tuaj për të ruajtur yndyrën, i cili më pas ndikon që të fitoni në peshë. Mandarinat janë të mira gjithashtu edhe për diabetikët. Sipas studimeve të Universitetit Ontario, përbërësi sekret në luftën kundër diabetit quhet Nobiletin. Ky është një lojtar i fuqishëm që ndihmon në parandalimin e luhatjeve të sheqerit. Ai gjendet te mandarinat dhe parandalon gjithashtu krijimin e yndyrës, sidomos te mëlçia, duke inkurajuar trupin që të djegë yndyrnat dhe të largojë gjithashtu komplikacionet e peshës. Mandarinat janë një frut i mirë për personat që duan të kenë një sistem më të fortë imunitar. Të gjithë e dimë rëndësinë e vitaminës C për të mbajtur sistemin ton imunitar të fuqishëm dhe të gatshëm për të luftuar sëmundje të ndryshme siç janë ftohja dhe gripi. Por një kombinim shumë i rëndësishëm për të forcuar imunitetin është nëse pini çaj mente dhe mandarin. Mandarinat përmirësojnë disponimin tuaj. Barbara Thomley, drejtuese e Qendrës për Programe Shëndetësore në Klinikën Mayo, thotë se aroma e mandarinave ndikon që njerëzit të largojnë stresin, ankthin, madje të qetësojnë edhe të rrisin disponimin. Mandarinat vonojnë edhe paraqitjen e shenjave të plakjes. Edhe pse me konsumin e mandarinave në sasin tuaj do të keni më shumë vitaminën A, hidhini një sy produkteve të krijimit të rrullave. Rrullat formohen pasi lëkura juaj humbet elasticitetin e saj dhe bëhet e thatë, por mandarinat dhe antioksidantët e saj ushqejnë shëndetshëm lëkurën tuaj. Mandarinat janë të mira edhe në shëndetin tuaj të kockave. Një studim i kryer në Universitetin Tufts ka gjetur se grupi njerëzve që konsumojnë më shumë vitaminë C dhe kalium, dy vitamina që gjenden edhe te mandarinat, kanë rritur dëndësinë kockore pa pasur gjithashtu edhe fraktura të forta. Sytë tuaj gjithashtu do të përfitojnë nga konsumi i mandarinave. Humbja e shikimit për shkak të moshës është shumë e zakonshme, por në saj të vitaminës C dhe të vitaminës A, të cilat gjenden te mandarinat, ju mund të shtyni këtë proces dhe të parandaloni humbjen e shikimit. Një këshill: mos hani asnjëherë mandarina që janë pak të ngrohta, sepse kështu ato do të humbasin vlerat e vitaminës C. Mandarinat janë të mira gjithashtu edhe për buzëqeshjen tuaj. Ulëmtuesit nga Universiteti i New Yorkut dhe i Buffalos kanë treguar se njerëzit që marrin për doza të caktuara vitaminë C kanë 25% qarkullim të gjakut më të mirë në gojën e tyre. Konsumi i mandarinave është një mundësi shumë e mirë pasi përmbajtja e lartë e acidit mund të prishë smaltin e dhëm. Nëse flasim për buzëqeshjen, mandarinat janë një zgjidhje shumë e mirë në mes 25 ushqimeve që ofrojnë një buzëqeshje më të bukur dhe mbi të gjitha ndihmojnë edhe për të pasur një higjenë më të mirë të gojës. Konsumi i disa kokra mandarina çdo ditë mund të jetë një mundësi e mirë për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar një sër komplikacionesh si tonelthi i saj. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.